Në total për të 5 bashkit, përqindja është 18.4. Për sa i përket pjesëmarrjes sipas grup moshave, për qarkun e Vlorës, grup mosha 18-24 vjeç ka pjesëmarrjen më të ulët, 7.9%, dhe grup mosha me pjesëmarrjen më të lartë në përqindje i përket votuesve mbi 65 vjeç. Për Beratin, pjesëmarrja më e ulët për grup moshën 18-24 vjeç është 11.8% dhe mbi 65 vjeç 29.2%, për Cerrikun 16.4%, në fakt pjesëmarrja më e ulët për bashkinë e Cerrikut i përket grup moshës 25 dhe 34 vjeç. Për bashkinë Mat, grup mosha me pjesëmarrjen më të ulët i përket 25 dhe 34 vjeç dhe pjesëmarrjen më të lartë e ka grup mosha mbi 65 vjeç. Për Tepelenën, grup mosha me pjesëmarrje më të ulët është ajo e 25-34 vjeç dhe përqindjen më të lartë e kanë përsëritur mosha 65 vjeç e lartë. Për sa i përket ecurisë së procesit të votimit, nuk kemi evidentuar problematika të cilat kanë cënuar standardin e procesit të votimit me ndonjë përjashtim, por procesi i identifikimit është kryer 100% në 100% të qendrave të votimit nëpërmjet pajisjes elektronike të identifikimit. Për bashkinë e Tepelenës, krahas procesit të numërimit manual prej anëtarëve të grupit të numërimit, do të bëhet vlerësimi i fletëve të votimit edhe nëpërmjet inteligjencës artificiale. Dhe të dhënat e numërimit duke përdorur inteligjencën artificiale do të jenë dhe këto live direkt pasqyrore në faqen e internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe shpresojmë që para mesditës së hënës, së nesërme, të përfundojë procesi i numërimit për të 5 bashkitë.